Po rikthehemi në studio, për të biseduar edhe për me musafirën e radhës, mirë po mbi të gjitha. Po, ja vlen të theksohet se sot do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina me drejtoreshën ekzekutive të Youth Initiative Human Rights. Është një organizatë e cila merret me të drejtat e njerëzit, po ashtu edhe me të rinjt, me iniciativën e të rinjve. Sot kemi fatin që të lidhemi në lidhje të drejtë për drejtë me drejtoreshën e këtij institucioni Marigona Shabiu për të biseduar për një event, një organizim që do të mbahet sot me 4 nëntor, mirë për informacionet më të zgjeruara, sigurisht do të na informon edhe vet ajo. Mirëmëngjes, ai kemi lidhjen, regjia. Mirëmëngjes Marigona. Pas kemi në lidhje dhe po i themi mirëmëngjes nga studio e televizionit Alsat në Shkup. Mirëmëngjes Prishtina. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Marigona, ne fillimisht, po, kënaqësia është e jona, fillimisht ne gjithmonë e përcaktojmë një temë të ditës dhe kemi kështu pak dëshirë me komuniku edhe me të gjithë musafirët tanë për të ditë pak më shumë edhe për personalitetet e themi kështu tuaj dhe mendimet kritike dhe konstruktive që i keni. A jemi bërë të pandjeshëm ndaj dhimbjes së tjetrit? Si mendon ti? Si shoqëri në përgjithësi? Është pyetje interesante, edhe sigurisht që tonë analizë, po në përgjithësi mendoj që duke u përballë me palët e reja të modernizmit, domosdoshmë si shoqëri që kemi përjetuar faza të ndryshme të konfliktit, mendoj që kemi pas një mentalitet ma kolektiv dhe kemi qenë ma solidar me njëri tjetrin, ndoshta edhe për shkak të shtypjes që ne kemi përjetuar, sidomos po flas për popullin e Kosovës, po edhe komunitetin shqiptar në Maqedoni të Veriut, dhe është një komunitet minoritar, ka përjetuar shkelje të ndryshme dhe shtypje të ndryshme të fazave të ndryshme të historisë, po me kalimin e kohës, sigurisht me përmirësimin e situatës, besoj që jemi bërë kështu më individualizëm në shqip, në mentalitetin e shoqërisë kosovare, po edhe në mentalitetin e shoqërisë së rajonit përgjithësi dhe si rezultat toleranca, edhe me këtë rast, toleranca është solidariteti këtu. Që në atë pikë ndoshta isha paritur që jemi ma pak hapur nga dhimbjeve të tjera, për shkak që ndoshta edhe qëndrimet tona janë shumë kota për atë se çka besojmë dhe çka besojmë. Por si do qoftë që janë qëllet aktivistët të drejta e individit, mësojmë shumë që tarifë tolerancë të tarifë në mënyrë që separën përgjithësi me kodritë të reja që në Kosovë po edhe në Ballkanin të jenë më të hapur për të trajtuar. Marigona, kemi vetëm pak një problematik me zërimin. Ishte gjithçka në rregull, mi për pak në fund kemi Nuk dëgjohet mirë, sikur lidhjen e kemi pak sa të regjia mund dobët. ta rregullon, vetëm duke ndal pak volumin, domethënë e ehos. Mirë po mbi të gjitha u përcollë mesazh në fakt për tolerancën, që domethënë varësisht edhe nga, kështu të themi, shumë sakrifica dhe shumë të themi humbje të mëdha që ka kaluar një popull i tërë, na ka çuar edhe deri tek një individualizëm që ne sot po e përjetojmë. Marigona, unë dua të ndalem pak më shumë tek puna që ju bëni një punë të përkryer. Unë kam pas nderin në fakt të kem edhe një intervistë së bashku edhe me pjesë të organizatës, të them kështu të juajën, të cilën me të vërtet mundoheni që të jeni zëri i të rinjve, të jeni zëri i të gjithë viktimave, apo të them kështu të gjithë ata që domethënë kanë përjetu tmerret të kohës, të luftës, mirë po edhe të shumë temave të tjera që na rrethojnë. Unë dua të ndalim pak të eventi sot që do të mbahet me 4 nëntor. Më saktësisht do të na tregosh se ku do të mbahet për të gjithë ata që po na ndjekin dhe duan që ta shohin dhe të jenë pjesë e eventit, bisedat e mbas luftës. Si erdhi deri tek organizimi një eventi të tillë? Të zgjidhja e këtij emri, bisedat të flasim për të kaluarën. Çfarë biseda do diskutohen? Kush do të janë pjesëmarrës? Ka shumë emocion kjo.
Po, patjetër që akoma në shoqërinë kosovare ngjoll shumë emocion. Trajtimi i çështjes së luftës, diskutimet, hapësirat, platformat që ofrohen për zonën e viktimave të mbijetuarve dhe sigurisht familjarëve të këtyre mbijetuarve. Si organizatë që përmendët edhe ju na punojmë shumë në çdo pjesën e ballafaqimit me lumën, të trajtimit asaj se ka ndodhur gjatë luftës me Kosovë, po edhe në luftat që ato ishin dhe të fishemi të krijojmë një hapësirë ku të parë përgjithësi, por ina kanë mundësi të krijojnë për atë që ka ndodhur gjatë asaj lufte. Domos ka tjetëra që kemi pasur të tëra që kanë një pjesë direkte për atë që ka ndodhur gjatë Zë Marigona, unë kërkoj ndjesën për kemi probleme teknike me që audio nuk na vjen këtu siç duhet në studio, e kemi me shumë ndërprerje. Unë do doja nga regjia nëse ka mundësi të bëjmë një rilidhje ose nëse keni një palë kufje mbase mund të vijë edhe zëri. Nëse i keni ata, sepse kemi një problem shumë që zëri na vjen shumë me pengesa. Kërkoj ndjesë. Po jemi live, a jemi live? Jemi live dhe ndodhin këto gjëra të ndryshme të papashikueshme. Nëse ka mundësi të bëjmë edhe një herë një rilidhje, nëse keni kufje do të ishte shumë mirë. Po, në rregull. Faleminderit. Miqdashur, kërkojmë ndjesë për këta, po janë çështje teknike të cilat nuk i kemi në dorën tonë për t'i zgjidhur, edhe pse kishim një temë shumë të mirë, shumë interesante për të rikujtuar të kaluarën, kalvarin e vuajtjeve që kanë kaluar. Dhe është një, ja vjen të theksoj që është një ndër organizatat shumë interesant, më pëlqen. Shumë shpesh organizojnë evente të tilla, shumë shpesh domethënë merren me çështjet e pa, të themi kështu me plagët e pashërueshme të kaluarës, mirë po unë gjithmonë them sa më shumë që të bisedohet, aq më shumë do të jetë shërohemi. Po, do mësojmë dhe dim se si të reflektojmë edhe për të ardhmen. Do të jemi ilaç të themi për njëri tjetrin. Dermon. Unë preferoj që të ndalemi vetëm për një pikë muzikore derisa ta rilidhemi dhe pastaj rikthehemi në studio. Ose të lexoj mesazhe, unë do të lexoj mesazhin lidhje me temën derisa të bëhet lidhja gati. Edhe miqdashur, faleminderit shumë për mesazhet e shumta që po na i dërgoni lidhje me temën që e patëm për sot. A jemi bërë shoqëri si njerëz, jemi bërë të pandjeshëm ndaj dhimbjes së tjetrit apo jo? Mesazhet i kemi nga Durrësi. Në çdo rast të keq, njerëzit sot kërkojnë fajtor, jo zgjidhje. Nuk kemi më dëmshuri, kemi vetëm gjykime. Përshëndetje Altini nga Durrësi. Ju përshëndesim. Po, unë mendoj se njerëzit nuk janë të pandjeshëm, por të lënduar. Kur ke parë shumë dhimbje, nuk reagon më njësoj. Thjesht, hesht. Kemi kështu mendime interesante të perceptime që i kanë edhe qytetarët tanë. Struga jemi bërë të ftohtë sepse kemi harruar të shohim me zemër, sot shohim përmes ekranit dhe jo përmes syve. Po, e bukur kjo. Po. Sot të shohim si je në foto, sepse drejt për drejt nuk të je atje dhe pastaj nuk. Kur dikush pëson tragjedi për disa ditë flasim për të, pastaj harrojmë, njerëzit duan spektakël. Jo dëmshuri, kjo është e trishta nga Tirana. Drejtëro të vjen telefonata në WhatsApp, të provojmë kështu. Aksept dhe të shikojmë. A na funksionon lidhja kështu apo jo? Regjia, do mundohemi që ta bëjmë lidhjen edhe një herë kështu nëpërmjet kompjuterit, shpresoj që nëse mundet mos. Unë mbyll, po shpresoj që ta kemi edhe një rilidhje tjetër, të vazhdojmë të lexojmë edhe për Kumanova. Ndoshta jemi bërë të pandjeshëm sepse askush nuk dëgjon më. Kur flet për dhimbjen tënde, njerëzit thonë, edhe unë kam probleme, secili është mbyllur në vetvete. Ashtu. Këto janë ato zëra që po i dëgjojmë nga. Kemi një mesazh nga Elbasan, i thotë unë shoh të fëmijët nuk prekin më nga lajmet e trishtueshme, kanë mësuar të kalojnë çdo gjë me një scroll, kjo është e frikshme. E frikshme, sigurisht. Të vazhdoj të lexoj edhe. A kemi aksept, po e bëjmë këtu edhe shpresojmë që do ta kemi tani më në lidhje zonjën Marigona. Kemi një mesazh po ashtu edhe nga Kërçova. E ndjej se njerëzit kanë frikë të afrohen me dhimbjen e tjetrit, sepse kanë mjaft me të tyrën. Shpresoj që do ta kemi më mirë edhe më saktë edhe kërkojmë ndjesë që nderuar. Zonja Marigona, besoj që ndoshta shiu nuk po e lejon në fakt
rilidhje. Çfarë ti bëjmë është teknikë, është çështje teknologjike, të cilën nuk e kemi në duart tona, por shpresoj që të jemi blic shkurt deri në fund të emisionit. Zoja Marigona, çfarë kuptojmë pra çfarë kuptojmë pra me bisedat të mbas luftës? Të jemi shkurt për të diskutuar shpejt e shpejt të gjitha informacionet në lidhje me aktivitetin që po e organizoni. Po, ashtu siç isha duke shpjeguar që ne si organizatë fokusohemi shumë në këtë pjesën e ballafaqimit të kaluar edhe në facilitimin ose lehtësimin e një dialogu ndërmjet brezave, gjeneratave të ndryshme, të atyre që kanë përjetuar luftën dhe këtyre gjeneratave të reja që kanë linë mbas luftës. Edhe këto gjenerata quhen realisht post memory në këtë fushën ose post gjenerata të post kujtesit në këtë fushën e drejtësisë tradicionale dhe për këtë arsye realisht kemi quajtur me këto biseda të mbas luftës që fokusohen në krijimin e platformave të sigurta ku krijt kanë mundësi me diskutu me tyre për atë që kanë ndodhur gjatë luftës. Pak a shumë po dëgjohet sërish, për shikuesit të shumë, nuk disa fjalë po mungojnë, kërkojmë ndjesë, Zoja Marigona, kërkojmë ndjesë sepse mbasi edhe koha e keqe, moti i keqe, po na krijon shqetësime. Ta bëjmë një thirrje publike që të na vini në studio, ta realizojmë një bisedë. Shpresoj që kemi këtu në studio. Mund ta realizojmë edhe pas. Po, me shumë kënaqësi. Edhe pas, edhe ta diskutojmë pas eventit. Bile ndoshta është edhe më mirë se flasim edhe për se si ka kaluar eventi dhe kishte mundësi, a? Sepse do të ishte shumë e mrekullueshme të flasim dhe të jemi zëri i shumë ndaj. Apo do vazhdojmë, të mundohemi të vazhdojmë? Të mundohemi. Po ashtu po na thon Garrigjia, të vazhdojmë. Disa fjalë mirë, po mund të mendoj që të arrim ta diskutojmë të paktën ku do të mbahet sot biseda, ku do të jenë personazhet që do të mbajnë fjalime, të dim pak më shumë për të gjithë ata që duan ta vizitojnë këtë vend. Po, sigurisht dhe mbas diskutimit të sotëm, me shumë kënaqësi do të lidhemi me ju, që të diskutojmë se si ka shku diskutimi i sotëm. Diskutimi sot do të bëhet prej orës 5:30 në Muzeun e Fëmijëve të Luftës. Është një muze cili ne kemi hap në fillim të këtij viti, i cili dokumenton historiet e personave të cilët kanë qenë fëmijë gjatë luftës në Kosovë. Ka artefakte ose objekte të kujtimit të cilat janë ruajtur realisht dhe që ne i kemi mbledhur dhe që janë të shpërfaqura në këtë hapësirë të kujtesës. Edhe pikërisht diskutimi do të bëhet në këtë muze, është një hapësirë më e vogël, prandaj diskutimi sot do të jetë i limituar në pjesëmarrje, për shkak që synojmë që edhe ta krijojmë një ambient më intim dhe më të sigurt për personazhin që ka menduar historinë e saj sot. Është vajza e të mbjetuarit të parë, burr, i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, Ramadan Ishori, i cili ka ndalë historinë dhe krimin e tmerrshëm që i ka ndodhur gjatë luftës në prill të këtij viti. Vajza e Ramadan Ishori, Flutura Ishori, do ta ndajë historinë e saj të ballafaqimit me historinë e babait të saj si i mbjetuar i dhunës seksuale gjatë luftës, çish ka ndiku kreme dhe kjo histori e tmerrshme në familjen e tyre, çish ka ndiku në fëmijët, pra në këtë gjeneratën post kujtesë për atë se çka ka ndodhur në familjen e tyre, edhe çysh është e rëndësishme që këto diskutime, këto biseda të trajtohen, të diskutohen në familje dhe më pas edhe në rrjetet e tjera shoqërore, të fillu prej shkollave, universiteteve, lagjeve, mediave, kështu që kjo është një mundësi shumë e mirë që përmes edhe kësaj lidhjes time këto që ta transmetoj mesazhin që është shumë e rëndësishme të kujtojmë, të njohim, të kujtojmë, të dokumentojmë atë se çka ka ndodhur ndaj viktimave dhe të mbjetuarve të luftës në Kosovë, edhe pse është me rëndësi që gjeneratat e reja të angazhohen për një dialog i cili fokusohet me një kujtesë gjithëpërfshirëse, mirë po edhe me një dialog për paqen. Pra, ideja e krijimit të këtyre hapësirave është që ti informojmë gjeneratat e reja për atë se çka ka ndodhur, që ndikon, sa tmerrshëm ndikon lufta jo vetëm në të mbjetuarit dhe viktimat e luftës, mirë po edhe në krejt familjen edhe në krejt rrjetin shoqëror mandej, edhe pse është e rëndësishme që na krejt bashk në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme, nga pozicione të ndryshme të cilat i kemi, të luftojmë që të punojmë për paqe, të punojmë për drejtësi edhe të sigurohemi që
ato krimet të tmerrshme të cilat kanë ndodhur për gratë dhe burrat, llogaritë që janë rreth 20.000 të dënuar gjatë luftës në Kosovë, që këto krime të tmerrshme të mos përsëriten kurrë, jo vetëm në Kosovë, në rajon, por as edhe në atë fund të tjetër në botë. Urojmë që të jetë kjo. Pikërisht për këtë dua të ndalim shkurt të flasim e nderuar Marigona për a bisedot mjaftueshëm, domethënë për luftën, domethënë rinia a rikujton kujtesën e të themi edhe kështu të traumave të cilat i ka bartë që nga lufta deri më në gjenerata që sot jemi. Mendon që duhet me qenë sa më prezente këto biseda në tryezat shoqërore, mungon më shumë apo duhet domethënë Valbona, unë doja të ndaja këtu sepse ka shumë njerëz të cilët kanë kaluar periudha shumë të vështira, edhe nuk kanë guximin për të thënë, por janë shoqatat ata të cilët mundohen të sensibilizojnë, që të ngrisin edhe zërin, të jenë megafon për ndërkombëtarët të kuptojnë se çfarë konkretisht ka ndodhur në ato kohë, por janë shumë burra të cilët stepen, nuk guxojnë të thënë, të thonë domethënë ata kalvarin e vuajtjeve të dikushme që kanë përjetuar, dhe është ajo burrëria që nuk guxon ta thotë, por duhet një ditë më përpara shumë njerëz cilët kanë vojtur, duhet t'i thonë ata gjërat që kanë ndodhur. Sepse ne i dëgjojmë vetëm si histori, por nuk i dëgjojmë si rrëfime nga vetë personat të cilat i kanë kaluar ato trauma, të themi. Po, patjetër, domethënë ekziston shumë stigma akoma kur flasim për krimin e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, si të gratë, mirë po sidomos stigma është edhe më e madhe në mesin e burrave që kanë qenë viktima të këtij krimi, prandaj OJQ e shumta që punojnë në këtë fushë kanë ndihmuar të mbijetuarat që të marrin shërbimet e nevojshme si psikologjike, si ashtu mjekësore, në mënyrë që të marrin trajtimin e duhur, e disa prej tyre i kemi pa që kanë dalë edhe publikisht dhe kanë folur. Kemi zonjën Burbuqe, Vasje Krasniqi, e kemi Shyreten, dhe tash të fundi e kemi edhe Ramadin Nishori, cili është burri i parë që e ka nda këtë histori. Prandaj këto storje i inkurajojnë edhe viktimat të mbjetuarit e tjerë që të dalin dhe ta thejnë atë stigmën dhe të kuptojnë që këta persona, këto gra e këta burra kanë qenë viktima krimi që ju është bë atyre nuk është për fajin e tyre, dhe që këta të mbjetuar meritojnë respektin maksimal që një shoqëri dhe një shtet duhet t'ja jap. Pra, shoqëria kosovare është në këtë proces, ka përparime, ka progres viteve të fundit, edhe në aspektin ligjor të njohjes së statusit të tyre si të mbjetuar, marrjes të disa reparacioneve dhe mbështetjes nga shteti, edhe në aspektin e rritjes së pranueshmërisë nga ana e shoqërisë kosovare, mirë po, prapë mbetet shumë punë për të bërë, e sidomos na këtu vim në pas, si organizat që punojmë kryesisht me 3-3, që t'i edukojnë gjeneratat e reja që t'kenë pranueshmëri më të madhe të kësaj kategorie të mbjetuarve, mirë po që të flasin më shumë për atë se çka ka ndodhur, sidomos nëse këto krime janë brenda familjeve të tyre të mbjetuarve të japin përkraje, mos t'i stigmatizojnë, mirë po realisht të kërkojnë ndihmë nga organizatat e shoqërisë civile, nga organet e drejtësisë dhe nga institucionet shtetërore relevante. Pra, shumë e rëndësishme që të rritet çajo empatia, çajo dëmshmëria, çaj mirëkuptimi, tu fillu prej familjes e ma tutje tu kalu edhe në shtresat e tjera shoqërore. Për t'ju përgjigj ndoshta edhe pyetjes sonde, realisht nuk diskutohet mjaftueshëm për atë se çka ka ndodhur gjatë luftës, ekziston një farë kështu në përgjithësi një farë lodhje edhe një dëshirë për me lëviz përpara tu provu me harru atë se çka ka ndodhur, prandaj për neve është shumë e rëndësishme që ta mbajmë diskutimin, ta rrisim bedien në shoqërinë përgjithësi për këto tema, edhe me një anë t'u nderu, edhe t'u trajtu me dinjitet viktimat dhe të mbjetuar, mirë po edhe në anën tjetër t'u siguru që
pikërisht këto storjet personale, pikërisht këto rrëfimet personale të mbijetuarve shërbejnë si mësime që tritë e trejat në Kosovë mos vinë prej narrativave që ngjisin dhunën, që ngjisin urrejtjen. Mos të ndjehen si viktima, pra kur flasim për luftën, mos të ndjehemi si që po viktimizohemi, po të flasim për të vërtetën që ka ndodhur. Dhe ta rikujtojmë të mirët që i janë bërë një popullit të tërë, domethënë. Po, është shumë e rëndësishme, domethënë këto të vërtetat personale, këto rrëfimet personale nuk kanë shumë hapësirë në që të hapësirën e kujtesës kolektive në Kosova. I gjithë fokusi vendoset në disa rrëfime që janë sigurisht shumë të rëndësishme, mirë po ku vendosë kështu fokusi në disa rrëfime specifike, mandej këto rrëfimet e tjera mbesin harres ose mbesin anash, edhe shohim që ka një farë kështu një farë iznimi ndoshta kisha mujt me thonë në mesin e të mbijetuarve që nuk po krijohen hapësira të tilla edhe për storjet e tjera të ndryshme. Mase ekziston edhe një faj që të mbijetuarit e përjetojnë e që në këtë fush ndihet si faji të mbijetuarit, për shkak që të ke mbijetu, je mirë, duhesh me vazhdu edhe çaj trajtimi traumës që ta ka fort, jo ndo fjalë domethënë që i mësu ti përdorim. Të tjerët kanë përjetu ma keq, kanë vdek krejt, janë mbyt, kështu që për këtë arsye shumë e rëndësishme me diskutu, me liru qatë traumën, me mbaj diskutimin gjallë edhe me u siguru që tu i tregu që të storje, na tregojnë që çka na ka ndodhur, neve të shoqëri, si popull, mirë po tu siguru që nuk ndisim urrejtje të matejshme, nuk ndisim dhunë dhe nuk ndisim ndjenje për hakmarrje. Mirë po vetëm e kërkojmë drejtsinë edhe e kërkojmë shërim, reflektim, po, pikërisht. Shërim, reflektim, tolerancë që u përmendë edhe më herët, edhe pajtim, paqe, sepse pasojat e luftës janë të tmerrshme për të shtet, të shoqëni, edhe këtu pasoja vrehen me gjeneratat të tona. Gjithashtu vetëm e përmend, diskutimi sot ka me u ingjizu, kështu që edhe ka me qenë i qatshëm në platformat tona në mediat sociale, kështu që kanë me pas mundësinë gjithë ata që përfunden me përcjell direkt. Pase mund të bëjmë kronika, do të kemi në ditët në vazhdim. Unë të falenderoj shumë për kërkojmë ndjes, sepse jemi në sekondat e fundit të emisionit. Shumë kërkojmë ndjes që patëm pak probleme teknike, mirë po ja le të jetë një thirrje publike që të na vini në studio në televizionin Alsa, do të jetë të marrim edhe materiale për t'u dhënë shikuesve tema të ndryshme të cilat mund të diskutojmë me gjithë ju. Mirë po faleminderit shumë për punën që bëni dhe për zërin. Ju ftojmë edhe në muze, me bëni histori edhe për muzeun. Patjetër. Dhe Marigona, faleminderit shumë, suksese edhe sa më shumë njerëz të ketë. U dëgjoftë zëri i të gjithë viktimave cilët kanë kaluar një kalvar të vuajtjesh të tmerrshme dhe uroj shërim sa më të shpejt dhe të jenë pjesë përbërëse e shoqërisë. Edhe pse po i diskriminojmë ndonjëherë si shoqëri sepse jemi të çuditshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miq dashur, ne po e përmbyllim emisionin këtu me shpresë që do shihemi nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend.